Para disa vitesh bëri buj një histori e një shqiptarit Kosovës të quajtur Naim Murseli, një biznesmen I cili kishte një kafenet të quajtur Lejas Kafe në Uddevalla të Suedis dhe kishte ndërmarrë një nismë shumë interesante. Në tentativë për t'i dëshmuar suedezëve që shqiptarët janë njerëz të mirë, të integruar dhe mbi të gjitha shumë bujar, ishte vendosur që në kafenen e tij të ofronte kafen falas për të gjithë të moshuarët e zonës. Historia në fjalë bëri buj dhe sigurisht që Naim Murseli dha intervista në Shqipëri dhe në Kosovë duke treguar për nismën, duke treguar se si kishte ardhur kjo ide në kokë në 4 të mëngjesit dhe se si ftonte edhe njerëz të tjerë të ndërmerrnin nisma të tilla. Por pikërisht ky person në datën 29 nëntor 2023, vetëm 500 metra nga shtëpia e tij në Prishtinë, do të ndalohej nga një person I maskuar në tentativë për ta grabitur. E gjitha kjo ndërkohë që në makinë ndodhej dhe gruaja e tij, Liridona Ademaj, dhe 2 fëmijët e tyre të mitur. Viktime e këtij sulmi do mbetej Liridona, vetëm 30 vjeçe. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Misteryland. Emri im është Eri dhe këtu ne tregojmë histori true crime paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Nëse këto videosh ju interesojnë, jeni të mirë se ardhur në kanalin tim, mund të abonoheni për video të tjera të ngjashme. Dhe nëse kjo video ju ka pëlqyer dhe doni të mbështesni kanalin, ju ftoj të lini një like dhe të bëni një koment. Sigurisht mbasi të keni dëgjuar të gjithë historinë. Nëse historitë paranormale që unë tregoj këtu kanë më shumë qëllimin për t'i argëtuar njerëzit, histori true crime ka një qëllim tjetër, kanë qëllimin të na ndërgjegjësojnë dhe mbi të gjitha na vënë përballë atyre fenomeneve jo shumë të bukura të shoqërisë, siç është në këtë rast te feminicidi. Pra vrasja e grave nga dora e meshkujve në jetën e tyre, nga dora e babait, nga dora e vllait, nga dora e bashkëshortit. Fenomen të cilin po e shohim shumë shpesh. Duke qenë se shumë shpejt do jetë 8 marsi, kjo video me sigur do dali një ditë përpara dhe shumë njerëz akoma e konceptojnë 8 marsin si një ditë feste. Ndoshta duke parë këtë videon time do fillojnë të reflektojnë pak dhe të kuptojnë që në fakt nuk kemi asgjë për të festuar. Për sa kohë do ketë gra që do vriten, për sa kohë do ketë gra që do diskriminohen dhe do shikohen si jo të barabarta nga partnerët e tyre, dhe nuk do konceptojnë si individ me të drejtat e tyre dhe me mendimet dhe opinionet e tyre, mendoj që nuk kemi arsye për të festuar. Besoj se të gjithë vajzat e kanë këtë eksperiencë përbashkët, që kur kanë qenë të vogla I është thënë që duhet kenë kujdes me të panjohurit, sepse mund të ishin target I një rrëbimi të mundshëm dhe domethënë jemi mësuar gjithmonë që të ruhemi, po të ruhemi nga të huajt, nga ata që nuk I njohim. Por duke u rritur ti kupton që në fakt nuk mund t'i besosh askujt. Duke dëgjuar histori të tilla, ti kupton që nuk mund t'i besosh as personit me të cilin ti ke vendosur të ndash jetën. Dhe për sa kohë do ketë njerëz të këqij vërdall që do gjejnë çdo arsye të mundshme për të justifikuar këtë gjë që ndodh, duke vënë gjithmonë fajin femrave, duke thënë që kot nuk të vret njeri, ja ku është sot kjo historia jonë. Ja ku është sot një tjetër shembull konkret se si po. Njerëzit vrasin dhe nuk ka asnjë arsye që e justifikon vrasjen. Ndryshe, do shikonim edhe femra që do vrisnin burrat e tyre. Kështu që në vend që t'i thoni vajzave të juaja që të ruhen nga të panjohurit, edukojini djemt tuaj që të mos vrasin gratë e tyre. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë sot me historinë e trisht të vrasjes së Liridona Ademaj. Por sigurisht që në fillim askujt nuk I shkonte mendja që kjo mund të ishte diçka e planifikuar. Atë mbasdite Liridona, bashkëshorti I saj Naimi bashkë me 2 fëmijët kishin qenë për vizitë tek familja e saj. Është Naimi ai I cili I thot Liridonës që të mos qëndronin për darkë atë natë aty, por që të shkonin të hanin darkë në një restorant dhe kështu bëjnë. Bashkë me 2 fëmijët, ata shkojnë të hanë darkë në një restorant në Graçanic, që është afër Prishtinës, dhe nisën për në banesën e tyre në Prishtinë.
por 500 metra larg banesës ata ndalon nga një person i maskuar i cili i kërkon të gjitha paratë e tyre. Në tentativë për të shpëtuar grabitësit, Naimi hap dyert e makinës dhe ulëret me të madhe në gjuhën suedeze që të largoheshin prej aty. Merr fëmijët, përdoret dhe largohet duke vrapuar. Dhe kur është tashmë rreth 1 kilometër larg nga vendi i ngjarjes, kthen kokën pas dhe shikon që Liridona nuk është me ta. Liridona nuk e kishte dalë të largohej nga makina dhe kishte mbetur viktim. Hajduti e kishte qelluar me një plumë në kokë, duke e lënë atë të vdekur. Shumë shpejt lajmi merr dhënë dhe është dhe fal mediave fatkeqësisht që familja e Liridonës e merr vesh të vërtetën. Punata e saj e merr në telefon vllain e saj i cili nuk ishte në shtëpi në atë moment, fakti ishte në punë dhe i tregon që po flitej që Liridona kishte mbetur viktimë një tentative grabitje. Sigurisht që vllai i saj është i tronditur, por duhet si thua të marrë përsipër dhe të sigurohet që çdo gjë është mirë, të paktën në shtëpi tek prindërit e tyre, të cilët sigurisht ishin jashtëmase të alarmuar dhe ndoshta kishte një fije shpresë që lajmi mund të ishte i rrem. Por sa më shumë kohë kalonte dhe sa më shumë informacione dilnin, aq më shumë konfirmohej që personi në fjalë ishte pikërisht Liridona. Vllai i saj, Leonardi, tregon që kishte shkuar në shtëpi menjëherë, kishte marrë familjarët e tij dhe ishte detyruar që t'i çonte si fillim t'i çonte në spital që t'i bënin qetësuese sepse sigurisht që ata ishin shumë të tronditur. Kishte menduar që ndoshta trupi i Liridonës ishte në spital, por ata i kishin thënë që jo, duhet shkonte tek stacioni i policisë. Dhe pikërisht në stacionin e policisë ndodhej Naimi bashkë me 2 fëmijët, 2 djemt e vegjël, të cilët kishin parë gjithçka. Por takimin e parë ai nuk e ka me Naimin sepse Naimi po merri në pyetje nga policia, e ka me fëmijët. Fëmijët që i afrohen dhe i thonë që na kanë sulmuar hajdutët dhe ne kemi harruar mamin në makinë. Dhe kjo fjala e kemi harruar mamin në makinë nuk është diçka që e mendon një fëmijë i vogël. Mendohet që kjo tjetë shpjegimi që Naimi i ka dhënë fëmijëve të tij, duke thënë që e ka harruar Liridonën, jo se Liridona nuk ka arritur dot të dalë nga makina. Një tjetër detaj që Leonardi tregon është që djali i vogël i Liridonës, ndërkohë që po i tregonte ngjarjen, i thot Dai, i thot, hajduti më kërkoi lekët, thot, po shiko, unë i kam tek dora, nuk ja kam dhënë. Dhe i tregon kishte shtrënguar lekët fort në dorë dhe nuk e kishte dhënë. Imagjinojeni se sa të mëshme duhet ketë qenë për këta fëmijë të shikojnë një skenë të tillë. Kështu që familja e Liridonës merr fëmijët dhe i çon në shtëpi me idenë për t'i qetësuar, për të kujdesur për ta, derisa çdo gjë të zbardhej nga policia. Pas mesnate, në fundet e Naimi del nga stacioni i policisë dhe përballet me vllain e Liridonës, i cili e pyet për detajet. Sigurisht, në tronditje sipër, nuk është se arrin të shpjegojë shumë mirë. I tregon thjesht që kishin qenë duke u kthyer në shtëpi dhe një person i maskuar kishte dalë përpara dhe kishte tentuar t'i grabiste, kishte kërkuar paratë. Dhe tregon që Liridona nuk kishte dashur t'ia jepte çantën. Ai kishte bërtitur, kishte thënë jepja çantën, le t'i marri. Dhe në këtë moment kishte hapur dyert e makinës, sepse nuk e di nëse dini, po makinat kanë atë mundësinë që ti t'i hapësh vetëm nga dera e shoferit. Pra shoferi ka mundësinë të shtypë një buton dhe hapër të makinës. Përndryshe janë të kyçura. Kjo bëhet sigurisht që fëmijët që janë mbrapa të mos hapin pa dashje derën e makinës dhe të rrezikohet jeta. Dhe në këtë moment ai tregon që kishte bërë pikërisht këtë gjë, kishte ulëritur me të madhe, dilni, ikni dhe e gjitha në gjuhën suedeze në mënyrë për të, si thua, për të hutuar hajdutin. Kishte marrë fëmijët dhe kishte ikur me idenë që Liridona është mbas, por kishte kthyer kokën mbrapa, kishte parë që Liridona nuk ishte aty. E megjithatë, vllai të Liridonës nuk i duket shumë normale sjellja e Naimit. Duket shumë i ftohtë, shumë mbante një lloj distance. E megjithatë në kokën e tij ai mendon ndoshta është shumë i tronditur nga kjo gjë që ka ndodhur dhe prandaj nuk po afrohet aq sa duhet të afrohet, sepse sigurisht që të dyja palët kishin humbur një person të rëndësishëm, apo jo, duhet të afroheshin dhe të ngushëllonin njëri tjetrin, por Naimi po mbante një lloj distance. E megjithatë në kokën e tij Leonardi e arsyeton kështu, thotë, është i tronditur. Të nesërmen në mëngjes fillojnë të mblidhen familjarë dhe të afërm tek shtëpia e familjes Liridonës. Por mungonte një person, mungonte Naimi, bashkëshorti i saj, i cili kishte mbajtur atë distancë
Po tash po teproj një çik sepse nuk po interesonte më as për fëmijët. Pra po vinin njerëz nga ana e anës dhe burri i saj nuk ishte aty. Për këtë arsye Leonardi tenton ta marrë në telefon, por dikush ja mbyllte telefonin nga ana tjetër. Për këtë arsye sigurisht që fillon të ketë dyshime, nuk i duket një sjellje normale, kështu që mbledh edhe njerëz të tjerë, kushërinj, xhaxhallar, dhe i tregon për këtë gjë, i duket shumë me dyshim. Më në fund arrin ta kontaktojnë dhe i kërkojnë që takohen, sepse kishin akoma shumë pyetje, askush nuk po i tregonte me detaje se çfarë kishte ndodhur. Naimi nga ana tjetër i telefonit i thot Ejani, jam në filan hotel, dhe kur Leonardi bashkë me kushërim të xhaxhain e tij shkojnë aty, vëren ca gjëra që nuk janë shumë normale. Shkojnë tek dhoma e Naimit dhe Naimi ja ka shtruar duke pirë dhe duke ngrënë, sikur s'ka ndodhur asgjë. Tani ky person ka humbur bashkëshortet e tij vetëm një natë përpara. Madje i thotë këtyre, Ejani, hani dhe ju, këta kishin gjithë natën pa gjumë. Dhe tregoi që nuk i bëhej të merrnin dhe të hanin në atë moment, donin të dinin detaje, donin të dinin vërtetën. Dhe i kërkojnë edhe një herë Naimit t'i shpjegojë të gjithë ngjarjen me detaje, sepse janë disa gjëra që nuk përputhen. Naimi fillon të shpjegojë, ndërkohë aty me të ishte edhe një person tjetër që ai e prezanton si shoferin e tij, dhe sa herë që Naimi binte në kontradikt me veten, shoferi ndërhynte duke u munduar ta bënte situatën një çik më të kuptueshme. Duke sikur ky njeri ndërhynte që ta shpëtonte që të mos binte në kontradikt me veten. Por Naimi vazhdonte të tregonte gjërat dhe më pas të ndryshonte versionin. Sepse ky thot, ishte Liridona ajo që e pa e para hajdutin. Dhe këta e pyesin, kush po jepte makinës atëherë? Ai thot po jepte Liridona. Po këta thonë, nëse e ka parë Liridona e para hajdutin, pse ka ndaluar makinën? Dhe ky thot, jo në fakt po i jepja unë, por kisha mendje te celulari dhe prandaj nuk e pash dhe prandaj u hutova dhe ndalova makinën. Pra ka disa mos përputhje në tregimin e tij. Leonardi bashkë me kushërinjt e marrin Naimin dhe shkojnë tek vendi i ngjarjes ku ishte ndodhur gjithçka. Dhe edhe aty Naimi nuk di si ta shpjegojë. Një herë thot kam ikur nga kjo anë, më pas thot jo kam ikur nga ana tjetër. Një herë thot ka ardhur policia shpejt, më pas thot jo është vonuar policia. Dhe thjesht fakti që Naimi kishte lënë Liridonën mbrapa dhe nuk kishte kthyer kokën për t'u siguruar që edhe ajo ishte mirë, kjo gjë e ngacmon shumë familjen. Por nuk mbarojnë këtu sjelljet e dyshimta të Naimit, sepse kur Leonardi kërkon që të shohej trupin e Liridonës, ai thot, Naimi i thot, jo nuk lejohet thot një gjë e tillë, nuk do të lënë ta shohësh. Leonardi thot, nëse ata kanë mbaruar punë me autopsinë me gjitha gjërat, supozohet të kishin mbaruar punë në atë moment, nuk kanë si të mandalojnë të shoh motrën time për herë të fundit, thot. Dhe ashtu me vështirësi arrin të shkojnë tek morgu ku ndodhej trupi i Liridonës dhe ta shohin për herë të fundit. Por edhe aty Leonardi vëren disa gjëra çuditshme. E para, punojësit e morgut i thon Naimit, florin që kishte Liridona ti kemi lënë aty. Dhe sigurisht që ai ngel një herë kështu se thot, një sekond, ai ishte grabitje. Nëse e kanë ndaluar për t'i grabitur, si ka mundësi që nuk i kanë marrë florin? Nëse kanë arritur deri aty sa ta vrasin, si ka mundësi që nuk kanë marrë florint? A e kanë ndaluar për florint dhe për para? Por më tepër, kur ata nisen për të futur brenda tek morgu ku ndodhej trupi i Liridonës për ta parë për herë të fundit, Naimi ndalon. Pra Leonardi në një moment kthen kokën dhe shikon që kushërinjtë e tij, xhaxhai i tij është aty, Naimi është në fund të dhomës dhe nuk do të futet. Dhe është një kushëriri i Liridonës që i thot Naim, thot, eja, e di që ndoshta e ketë vështirë ta shohësh, por është gruaja jote, keni jetuar 13 vjet bashkë. Dhe ashtu në distancë duket, domethënë që nuk donte ta bënte një gjë të tillë. Por sidoqoftë në kokën e vllajt të Liridonës ishte gjithmonë kjo betejë që okay, këto janë sjellje të dyshimta, po njerëzit janë të ndryshëm, e përjetojnë dhimbjen në mënyrë ndryshe, nuk kemi gjithë njësoj dhe ndoshta është thjesht shumë i shokuar.
Familja e Liridonës vendos t'i bëjë të gjitha adetet, si thua, siç është larja e trupit, blerja e arkivolit, të gjitha në Prishtinë atë natë. Dhe kërkojnë që të nesërmen të bëjë varrimi, organizohet sigurisht funerali dhe të nesërmen orën 11 trupi i Liridonës do sillej në fshatin nga ishte Naimi. Kështu është adeti, si thua, që gratë varrosen tek fshati ku janë martuar. Dhe po atë natë kur kthehen Naimi shkon tek shtëpia e familjarëve të Liridonës për të marrë fëmijët. I tregon që policia i kishte kërkuar që fëmijët të merreshin në pyetje të nesërmen në mëngjes dhe prandaj do t'i merrte atë natë dhe t'i çonte dhe do qëndronin në Prishtinë atë natë. Sigurisht që familjarët nuk bëjnë zë, përgatisin fëmijët dhe edhe atë periudhë që ai kalon aty gjysmore një orë, prap vazhdojnë të vërejnë këtë lloj distance që ai ka me familjarët e Liridonës. Të nesërmen në mëngjes rreth orës 9, vëllai i Liridonës bashkë me gjithë familjarët nisën drejt fshatit të Naimit dhe sigurisht që merren telefon Naimi sepse po mblidheshin njerëzit që kishin ardhur sigurisht për ngushëllim dhe burri i saj nuk ishte aty. Shumë e çuditshme, nuk është normale. Ai e merr në telefon dhe Naimi nga ana tjetër i thot, thot, do vi patjetër, thot, po jam akoma këtu, thot, sepse po marrin në pyetje fëmijët. Por kalojnë disa orë, arrin ora 11, arrin trupi i pajet i Liridonës dhe saj nuk është akoma aty. Tashmë është ora 12 e drekës, në orën 2 duhet të bëj varrimi dhe për herë të dytë ai vëllai i Liridonës e merr telefon Naimi dhe i thot, po egzageron pak tani, thot. Lutem meja sepse po mbidhen njerëzit, nuk dim çfarë t'i themi njerëzve. Po pyesin ku është burri i Liridonës, duhet të jesh këtu. Dhe ai prap i thot, po, thot, jam nisur, thot, për pak kohë jam aty. Dhe vjen më fund. Atmosfera gjatë funeralit të Liridonës ishte absolutisht shumë e rënduar, sidomos për familjarët e saj. Thuhet se kishte ambulanca, sepse disa prej tyre ishin ndier keq dhe kishin nevojë për kujdes mjekësor. Sigurisht ishte një humbje e madhe për gjithë njerëzit që e kishin njohur Liridonën. Dhe pikërisht gjatë funeralit, mediat kanë arritur të shkrepin një foto. Kjo foto që bëri xhiron e mediave, sepse ajo çfarë ndodhi më vonë, shembull konkret i shprehjes të vrasin natën dhe të qajnë ditën. Të gjitha ato sillet e çuditshme që Leonardi kishte vënë re, i kishte diskutuar me kushërinë, por nuk e kishte thënë prindërve. Nuk donte ta rëndonte më shumë situatën, mbi gjitha nuk ishte shumë i bindur, mendonte që ndoshta po egzageronte, se ndoshta dhimbja po i mbyllte syt dhe nuk po shikonte atë çfarë kishte përballë, dhe se ndoshta Naimi thjesht ishte shumë i shokuar dhe prandaj nuk arrinte dot të shpjegonte gjërat saktë dhe prandaj ishte aq i distancuar. E megjithatë babai të Liridonës nuk i shpëtoi këto detaje. Pavarësisht se ai nuk e ka idenë, nuk i ka parë këto sjellje të çuditshme, fakti që bashorti i vajzës së tij e ka lënë vajzën vetëm në makinë dhe nuk ka kthyer kokën pas, dhe nuk i ka dalë përpara plumbit, siç i takon një burri të vërtet bëj për të mbrojtur familjen e tij, sepse ky është koncepti i burrërisë, sepse gjithë duan të jenë lider të familjes, por nuk e di që lideri i familjes është ai që sakrifikon veten në momentin e nevojës. Fakti që Naimi nuk ishte bërë detyrën e tij si burr për babain e Liridonës është e qartë që Naimi nuk meriton më tashmë as edhe një gjë nga ata, as respekti më të vogël. Atë natë, ai i kërkon familjarëve që të rikthehen në shtëpi. Dhe sa po futen në shtëpi, ai thot, ne nuk duhet të kemi më të bëjmë asgjë me ta. E vetmja gjë që na lidhte me ta ishte Liridona dhe fakti që ai nuk u kujdes për Liridonën, që ne e kishim lënë në besë. Është e qartë që ky njeri nuk meriton respektin tonë. Dhe gjithë ai e bën pa ditur asgjë se çfarë po dyshonin tashmë djali i tij bashkë me kushërinë dhe njerëzit e tjerë. Sepse këto biseda ata nuk kishin bërë me të, por duket sikur instikti i tij kishte të drejtë, sepse vetëm 5 minuta më vonë në media del lajmi që Naim Murseli është arrestuar nga policia si dyshuari kryesor për vrasjen e Liridonës. Por për të kuptuar edhe dinamikën e ngjarjes dhe se çfarë kishte çuar deri tek një plan kaq i ndyrë si ai për të hequr qafe nënën e fëmijëve të tij, duhet të kthehemi pas në kohë. Dhe të analizojmë pak
jetën që kishte bërë Naimi bashkë me Liridonën në Suedi, ku mendoi dhe të ketë nisur gjithçka. Naimi ishte shpërngulur në Suedi në vitet 90 bashkë me familjen e tij. Duke marrë parasysh që familja Liridonës jeton akoma sot dhe gjithmonë ka jetuar në Kosovë, na bën të mendojmë që Liridona transferohet në Suedi për Naimin, sepse vendosin të martohen dhe të nisin jetën bashkë. Në kohën kur ndodh ngjarja, çifti kishin qenë bashkë prej 13 vitesh dhe kishin edhe 2 fëmijë të vegjël, 2 djem. Nuk është e qartë se me çfarë merrej Naimi atje. Siç u thash, Naimi njihej në zonën e Udevallës si një biznesmen. Megjithatë nuk është shumë e qartë, nuk ka biznese në emrin e tij, të paktën në kohën kur ndodh ngjarja. Deri në një farë pike, një biznes kishte qenë në emrin e tij, por jo vetëm në emrin e tij. Lejas Cafe në Udevalla, që ishte dhe arsyeja sepse Naimi doli nëpër media duke folur për nismën e tij humanitare për të ndihmuar të moshuarit e zonës, dhe që Naimi e prezantonte si biznesin e tij, në fakt nuk ishte i Naimit, ose më saktë nuk ishte vetëm i Naimit. Në skenë futen disa personazhe të rinj, mes tyre Baki Shahini, një biznesmen edhe ai nga Kosova. Ai tregon që një shofer shqiptar i kishte prezantuar Naimin, duke thënë që është njeri i zgjuar, është edhe ai shqiptar, mbase mund bashkëpunoni dhe të punoni bashkë, dhe pikërisht Naimi kishte qenë ai që e kishte ndërmjetësuar me pronarët e Lejas Cafe, pronarët suedez të kësaj kafeneje në Udevalla. Naimi kishte bindur Bakiun që ishin bashkëpronar, dhe ai kishte pranuar, nuk kishte dukur ndonjë gjë shumë e çuditshme. Por nuk është e qartë nëse Naimi ka paguar pjesën e tij të lekëve. Gjithsesi, ky njeri paguan lekët e veta dhe tashmë është bashkëpronar me Naimin në këtë kafene. Në momentin që Naimi kthehet në Kosovë dhe fillon të tregojë nëpër media për idenë e tij mbreslënse për të ndihmuar të moshuarit duke i dhënë atyre kafen gratis, bashkëpronari tjetër ngeli çik keq kur shikon këtë intervista, sepse kafeneja nuk ishte vetëm me Naimit, ky nuk e kishte përmendur fare që e kishte në bashkëpronësi kafenen, dhe 2, ideja e kafes gratis për të moshuarit e zonës nuk kishte qenë e Naimit. E gjithë historia se si një mëngjes në orën 4 të mëngjesit Naimit i kishte ardhur kjo ideja fantastike për të bërë bamirësi dhe për të ndërtuar një emër të pastër për shqiptarët dhe për t'i treguar vendasve suedeze si shqiptarët janë njerëz bujar. Në fakt nuk kishte qenë fare Naimit, kishte qenë e Baki Shahinit, i cili ishte frymzuar nga një miku i tij që kishte një kafene dhe kishte vendosur të bënte këtë gjë për të afruar më shumë klient, kishte vendosur të jepte çajin falas. Dhe ky kishte vendosur të bënte një të gjë në kafenen e tij, kishte thënë unë nuk kam makinën e çajit, sepse ishte një makinë specifike që kishte ky shoku i tij, por mund t'i japim kafe falas dhe kujt t'ia japim? T'i japim moshuarve. Për më tepër, ky lloj promovimi i kësaj idesë për të bërë bamirësi, bashkëpronarit të Naimit nuk kishte pëlqyer që të bëhej e madhe, sepse i duke sikur donte të dukej përballë njerëzve që shikosen se ne po bëjmë bamirësi. Për të bamirësia duhet ishte diçka më e mbajtur aty në mes të rrethit, të mos flitej vërdall, sidomos jo nëpër media. Kështu që imagjinojeni habin e tij që Naimi bën këtë gjë duke dalë nëpër media. Sigurisht ai mërzitet. Dhe kur Naimi rikthehet në Suedi, i thot nuk jam shumë dakord me këtë gjë që ke bërë, jam shumë e mërzitur, kështu që dua që të ndahemi. Dhe bën të gjitha procedurat ligjore që Naimi të mos jetë më në pronar ose bashkëpronar në këtë rast i kafenes. Tashmë, pra mbas rikthimit të tij në Suedi, kafeneja i kalon vetëm Baki Shahinit. Por është një detaj tjetër interesant, sepse në këtë kafene punonte Liridona. Dhe me sa duket Liridona ka kuptuar vonë, me bas një viti, që në fakt të kafene nuk e kishte fare në pronësi burri i saj më, e kishte vetëm personi tjetër. Pra për rreth një vit, Naimi e ka gënjur gruan e tij duke i thënë që lokalin e kishte vetëm ai. Por sidoqoftë, Liridona vazhdon të punojë qetësisht edhe mbasi Naimi largohet nga pronësia e lokalit. Madje ajo përshkruhet nga kolegët si një vajzë punëtore, e qeshur, e sjellshme me klientët sidomos, shumë e zgjuar, shumë e përkushtuar,
Pra, kolegët e saj dhe pronari i lokalit nuk kanë asnjë lloj ankese për të. Por as ajo nuk ishte asnjë lloj ankese për punën, i pëlqente kjo lloj pune. Përveç kësaj, Liridona po mundohej të fitonte para edhe në mënyra të tjera. Përpara se të fillonte punë tek lokali, në fakt ajo kishte punuar, kishte bërë një herë kurse dhe më pas kishte filluar të punonte duke u kujdesur për njerëzit e moshuar. Punë që konsiderohen të rëndomta, po pikërisht fakti që kjo vajzë nuk ndalej dhe bënte edhe punët e rëndomta, punët që nuk i bënin suedezët, pra të kujdese për të moshuarit, të pastronte, sepse ajo kishte hapur dhe një kompani pastrimi dhe në të njëjtën kohë punonte edhe tek lokali. Kjo tregon që kjo vajzë ishte një njeri me një ambicie të lartë, por dhe shumë punëtore. Kjo na dëshmon neve se si Liridona ishte një vajzë me karakter të fortë, por mbi të gjitha me një dëshirë shumë të madhe për të ecur përpara. Por në 2023-shin, pa pritur dhe pa kujtuar, pronari i kafenes përballet me kërkesën e dorëheqjes së Liridonës. Nuk ishte pasur ndonjë arsye negative, nuk ishte pasur asnjë zënk, nuk ishte pasur asnjë pakënaqësi. Thjesht Liridona informon që bashkëshorti i saj ishte rikthyer në Kosovë dhe bashkë me të dhe fëmijët kishin vendosur të shpërnguleshin përgjithmonë në Kosovë. Pavarësisht se ishin shteta suedez, kjo ishte një zgjedhje që ata e kishin bërë me vetdije të plotë. Kishin blerë një shtëpi në Prishtinë dhe donin të nisnin diçka në Kosovë. Pavarësisht se nuk donin që Liridona të largohej, sigurisht që duhet ta respektonin vendimin e saj dhe në shtator të 2023-shit, Liridona kthehet në Kosovë bashkë me fëmijët. Siç u thash, Naimi kishte ardhur më përpara dhe kishte blerë shtëpinë në Prishtinë, kështu që çdo gjë ishte gati që të nisnin jetën e tyre të re në Kosovë. Të pyetur nga gazetarët nëse kishin pasur ndonjëherë përplasje çifti me njëri tjetrin, familjarët e Liridonës tregojnë që jo, ose të paktën ajo nuk i kishte treguar asgjë asnjëherë, duke sikur ishin shumë të qetë, sikur shkonin shumë mirë bashkë. Po atëherë çfarë e kishte shtyr Naimin të urdhëronte vrasjen e saj? Por Liridona nuk mund ta dinte kurrë se çfarë po planifikonte burri i saj që të bënte. Pavarësisht se Liridona kishte pranuar të kthehej në Kosovë, mendohet që ideja nuk ka qenë e saj. Mendohet që të ketë qenë një ide e imponuar nga bashkëshorti i saj, i cili kishte ardhur në fillim vet, kishte blerë dhe shtëpinë dhe në këtë mënyrë Liridona kishte qenë e detyruar të rikthehej. Por sigurisht që Naimi nuk mund bënte vetë një vepër të tillë. Sigurisht që duhet ta delegonte dikujt tjetër. Dhe vendos t'ia delegoj kushëririt të tij, Kushtrim Kokalla. Pavarësisht se më i ri në moshë se Naimi, kishte një marrëdhënie shumë të ngushtë me të. Aq të ngushtë saqë ai shkonte në pushime bashkë me Naimin dhe familjen e tij. Domethënë, imagjinojeni Naimi, gruaja e tij, fëmijët, edhe ky djali me vete. Por me sa duket Liridona nuk e kishte problem një gjë të tillë, përkundrazi i bëi qefi sepse kushtrimi nuk ishte në gjendje të mirë ekonomike dhe i pëlqente që mund t'i bënte qefin dhe ta merrte me vete në pushime. Ata kishin një marrëdhënie të shkëlqyer, pra Liridona me familjen e Naimit kishte një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe ky gjesti i saj që ka pranuar që ky djali të shkonte me ta në pushime na tregon shumë se çfarë njeriu ishte ajo vajzë. Se është vështirë për një person të pranojë të marrë kushërinë e burrit me vete në pushime, tani nuk është shumë normale, apo jo? Por ajo e kishte pranuar një gjë të tillë pa asnjë problemi. Por edhe kushtrimi thotë që kishte respekt për të, pavarësisht se në fotot që ai postonte në rrjetet sociale, Liridona nuk ishte në asnjë vend. Domethënë bënte foto vetëm me kushërinë e vet dhe atë nuk e përfshinte fare, kështu që nuk kuptohet dash mirë. E megjithatë, duke marrë parasysh se çfarë bën ky njeri më pas, dyshoj se ka pasur ndonjë admirim ose respekt ose ndonjë ndjesi të mirë për Liridonën. Ai nuk pranon që të kryej vrasjen. Por së qoftë bëhet një lloj ndërmjetësi mes Naimit dhe një personi tjetër. Granit Plava, një bashkëfratar i tyre, i cili i tregon Naimit që mund të merrej ai me këtë punë. Dhe në fakt mes gjithë të dyshuarve, Granit Plava është ai që është arrestuar i pari dhe është ai që ka treguar gjithçka. Ose më saktë ka treguar versionin e vet të historisë. Sipas tij, Naimi e kishte ndalur dhe i kishte kërkuar një nder. I kishte thënë që ishte një grua
serbe, e cila kishte shumë para. Dhe nëse Graniti do ishte në gjendje ta vriste, ata do t'i ndanin paratë bashkë. Naimi kishte premtuar Granit Lavës 30.000 euro për të vrarë këtë gruan. Nuk e di pse ai e përmend këtë faktin që ky ka thënë që është serbe, a thua se po të vriste një person të një kombësie tjetër, është i justifikuar, mbase ka dashur të nguli këmbë te kjo plaga historike që kemi ne shqiptarët, por unë nuk mendoj që një gjë e tillë do ta justifikonte. Domethënë, të vrasësh njëri pa fajshëm është gjithmonë e gabuar, pa marrë parasysh cilit kombi përket, dhe besoj se këtu bijem dakord që të gjithë. Problemi që ne kemi me serbët është me politikën dhe me ata që kanë kontribuar aktivisht në luftën e Kosovës. Nuk mundemi sigurisht që të fajsojmë të gjithë njerëzit. Kështu që edhe po të kishte qenë vërtet një serbe, nuk do ishte justifikuar një vrasje. Por ai e përdor këtë gjë dhe ngul këmbë te kjo gjëja. Ai tregon që natën që kishte ndodhur ngjarja, tek lokali ku ata kanë ngrënë darkat natë, kishte qenë dhe ai, dhe Graniti, i cili kishte ndjekur me makinë deri në pikën ku kishte vendosur në fund që dilte dhe t'i sulmonte. Dhe sipas planit, plan që i kishte thurur vet Naimi, duke i bërë atij xhiro me makinë disa ditë më përpara, ai do mbante për krahun Liridonën në mënyrë që Graniti t'i gjuante me plumë në kokë dhe ta linte të vdekur. Graniti në dëshminë e tij tregon që ka ndjekur planin. I është afruar makinës dhe sipas planit, Naimi e ka mbajtur Liridonën nga krahu duke detyruar që të mos dalin nga makina në mënyrë që Graniti t'i gjuante. Graniti tregon që kur e ka dëgjuar duke i thënë mos, ka kuptuar që gruaja në fjalë nuk është serbe por shqiptare, por nga hutimi i ka shkar dora dhe e ka gjuajtur me plumë në kokë. Në këtë moment, Naimi ka hapur dyert e makinës dhe ka marrë fëmijët duke ikur. Pra, me sa duket, Liridona është vrarë në sy të fëmijëve. Nuk është se fëmijët kanë ikur dhe më pas është dëgjuar krisma siç kishte thënë Naimi më vonë. Edhe armën e krimit kishte qenë vetë Naimi që e kishte gjetur, e kishte bler sigurisht pa leje tek një person i cili edhe ai arrestohet. Dhe sigurisht që familjarëve nuk i dukej e drejtë që Liridona të qëndronte e varrosur në fshatin e Naimit. Për këtë arsye kërkojnë zhvarrosjen e saj dhe sot trupi i Liridonës prehet tek varrezat e fshatit ku ajo ka lindur dhe ku është rritur. Liridona ka edhe 4 motra dhe 2 vëllezër, të gjithë më të vegjël. Liridona ka qenë e madhja e familjes dhe vllai i saj tregon që sigurisht që ka qenë një pikë referimi e familjes, sepse ajo i ka si thua i ka rritur. Keni parasysh atë motrën e madhe që merr gjithmonë atë rolin e prindit të dytë dhe shpeshherë bie ky rol mbi shpatulla që nuk është as pak i lehtë, që të kujdeset për motrat dhe për vëllezërit, dhe Liridona kishte bërë këtë gjë. Liridona e njëjta vajzë që kishte sakrifikuar jetën e saj në Kosovë, kishte ikur të niste çdo gjë nga fëndimi në një shtet të ri që nuk është as pak e lehtë për hir të partnerit të saj. Kishte dhënë këtij njeriu 2 fëmijë. Bërë ato punët të rëndomta që s'donte t'i bënte njeri si për të ndihmuar familjen. Dhe kjo është prova që sa do të bëni për të tjerët, siç na thuhet neve femrave që duhet bësh shumë, duhet të durosh për hir të familjes, nëse shoqëria nuk bën ndonjë gjë për t'i ndaluar mostrat e tilla, gratë do vazhdojnë të vriten. Arsye sepse unë mendoj dhe kam dalë në konkluzion në pas të intervistave sigurisht që familja nuk ka kërkuar kujdestarinë e fëmijëve, është sepse Liridona ka pasur një sigurim jete në Suedi. Unë nuk e di si funksionon ligji, por unë mendoj që ata kanë menduar që duke marrë kujdestarinë e fëmijëve, duke i sjellë në Kosovë, fëmijët nuk do mund të merrnin këtë dëmshpërblimin që me siguri do i ndihmoj jashtëzakonisht shumë në jetën e tyre. Duhet kuptoni që këta fëmijë kanë parë gjëra të tmerrshme dhe traumat që të lënë këto gjëra janë të rënda dhe duhet kurohen. Dhe kurimi fatkeqësisht kushton. Psikologët në pjesën më të madhe të rasteve nuk mbulojnë shpenzimet e tyre nga sigurimi shëndetësor, kështu që shumë njerëz janë të detyruar të paguajnë nga xhepi. Dhe ndoshta familja e Liridonës ka menduar që fëmijët do jenë më të sigurt dhe shteti suedez do të sigurohet që të paktën këta fëmijë të marrin dëmshpërblimin për atë çfarë i ndodhi nënës tyre. Sa herë që një grua vritet, gjithmonë do gjehet një mënyrë për ta bërë të jetë faji i saj.
Dhe edhe kur ajo nuk ka bërë asgjë jashtë asaj çfarë pritet nga një grua të bëjë, dhe më besoni lista e gjërave që mund të bëjë një grua për shoqërinë konservatore shqiptare është shumë e vogël. Edhe në ato raste ku ajo është përmbajtur atij imazhi që këta kanë për gruan tradicionale, prap do gjej një mënyrë për të thënë që është faji i saj. E dini si e bën këtë gjë? Duke i thënë që duhet të ishte larguar më përpara. Nëse ti ke vendosur të rish me një person të tillë, a nuk e kuptove ti gjithë këto vite që ky personi po planifikonte të të vriste? Kur nuk e kuptuan gjithë personat në varrim atit që personi që po jepte dorën dhe po shprehte ngushëllime ishte i njëjti që kishte urdhëruar vrasjen, vërtet mendoni që e ka menduar Liridona një gjë të tillë? Që kishte sakrifikuar gjithçka për këtë njerëz? Apo duhet t'ju rikujtoj se çfarë i thuhet femrave që në momenti që lindin praktikisht, se si femrat edukohen që të bëjnë durim, të shndrojnë. Edhe nëse burrat bëjnë ndonjë gjë, nuk ka problem sepse është në natyrën e tyre, apo jo. Të tradhtoj, gjithë burrat tradhtojnë, të gjuajti me shuplak. Po tashi, në momentin që ti e shef që nevrikoset, ik mos rri aty, të mori fëmijët. Po tashi ç'të them unë, duhet kishe mbajtur gollin mbyllur, apo jo? Me siguri ka tradhtuar sepse ti nuk ke kujdesur për veten, sepse ti ke filluar të mos bësh më make-up. Por nëse ti bën shumë make-up, prap ti po bën make-up atëherë për të marrë vëmendjen e burrave të tjerë, apo jo? Kujdesesh për veten keq, nuk kujdesesh për veten keq. Bën durim në një marrëdhënie dhe pastaj vritesh nga personi që supozohet të doj, e ke fajin vet, ik nga ajo marrëdhënie, divorcohesh, prap do thotë që je një femër e degeneruar sepse nuk e duruar mjaftueshëm dhe se është në natyrën e femrës që duroj edhe padrejtësitë që i bëhen. Me pak fjalë, çfarëdo që të bësh ti është gjithmonë faji yt. Prandaj vajza, mos duroni më. Mos duroni më dhe në momentin e parë që një mashkull nuk ju respekton, nuk ju trajton si princesh, nuk ju jep atë çfarë ju meritoni dhe gjen 100 justifikime për të justifikuar sjelljen e vet, largoni. Le t'ju shajnë si mendje madhe, le t'ju thonë që jeni materialiste se nuk ja varni këtij tipit që thot eja jeton me mua dhe me 10 vëllezërit e mi te shtëpia babit tim dhe nuk të ofroj dot as gjërat më minimale. Lërni, mos u merrni me këta tipa. Mos i jepni kënaqësinë asnjë mashkulli që thot që ti pa mua nuk do ishe këtu ku je. Largoni që në alarmin e parë. Largoni që në mungesën e respektit të parë. A ju sigurojnë dot që kjo gjë do i shpëtoj jetën? Jo. Sepse po t'i hidhni një sy ka me 10 raste ku vërtet vajzat kanë ikur, por edhe mbasi kanë ikur janë vrarë. Edhe nëse e humbni jetën, do jeni një shembull konkret kundër këtyre njerëzve që akoma sot e kësaj dite vazhdojnë të mohojnë një nga plagët më të rënda të shoqërisë tonë, siç është feminicidi. Dhe sot kemi akoma njerëz atje jashtë që mundojnë thonë që nuk ekziston. Ka akoma njerëz atje jashtë që mendojnë që nuk ka nevojë që ne të luftojmë për drejtat barabarta sepse ne kemi drejtat barabarta, përkundrazi. Janë femrat sot që po shkelin meshkujt. Sa raste keni dëgjuar kohët e fundit të grave që vrasin burrat e tyre? Dhe sa raste keni dëgjuar për burra që vrasin gratë e tyre? Shikojeni mirë këto prova dhe binduni që kemi një problem real. Dhe për gjithë ju burra që po shikoni këtë videon, nuk ka nevojë që nesër t'i çoni lule grave të juaja. Mjafton që herë tjetër që dëgjoni për një rast vrasje të një gruaje, të mos komentoni tjetësira të tilla që ne shohim vërdall sa herë që një grua vritet. Dhe këto lulet na jepni vetëm në ditën kur ne të mos dalim më duke folur për raste të tilla dhe raste të tilla të mos ketë më mbi të gjitha. Ç'është më e rëndësishmja që një grua të mos ketë më frikë të krijoj familje dhe të mos duhet të ruaj veten edhe nga personi me cilin ka ndarë krevatin për vite me radhë. Sepse nëse nuk keni në gjendje të siguroni grave të juaja edhe të paktën jetën, atëherë nuk duhet martoheni fare. Dhe ndoshta unë në këtë mënyrën time nuk është se po bëj dhe aq shumë, por edhe sikur thjesht ti bëjnë njerëzit të reflektojnë mbi këtë çfarë po ndodh dhe të ndalojnë këto komente dhe këto urrëtie që kanë kundër grave. Për mua është e rëndësishme dhe do thotë që unë të paktën e kam dhënë një kontribut.
Tani është rradha juaj. Tani është rradha e burrave që të bëhen vërtet burra. Të mos bëhen burracak si Naim Orseli. Everyday therapist, mother maintenance, then a virgin nurse, then a servant.